Pas pak. Bona është pseudonimi i vajzës, i zonjës, historisë tjetër që trajton prap marrëdhëniet problematike me Vjerën. Ka jetuar në një shtëpi ku Vjera ka kontrolluar, poshtruar, fajsuar për gjithçka, madje edhe për bixhozin, alkoolin dhe problemet e të shoqit. Kishte edhe situata ku shante vet nënën para fëmijëve dhe fëmijët gradualisht nuk e donin më gjyshen sepse ishin përballuar me të tilla sharje, ofendime. Sot Bona është në një proces divorci dhe jeton jashtë në mbrojtje nga shteti. Bona, përshëndetje. Sa mendon që është faji i Vjerës tënde në gjithë situatën tënde dhe në situatën që je sot? Më shumë se gjysma do thoya. Gjysma e faj dalja e burrit tim, për veset që kishte, gjysma familja. Për mos thënë më shumë familja. Ti e di që ke një djalë që ka një vese, që ka vese, ka probleme. Gjëja që mund bësh është ti flasësh djalit, ta mbash afër, ta nxjerrësh nga ajo rrugë që është, jo ta shtysh kundër gruas. Ndërkohë që unë debatoja me tim shoq për problemet që kishte, sepse ai më vite lekët, gjëra Floriri s'kishte më shpinë tonë, se i kishte shitur gjitha, sepse ai kur luante rëndshëm. Kuptoj, i varur. Absolutisht. Dhe në vend që ti flisni djalit për ato që bënte, fajtorja isha unë. Mami i thoshte, herë drejqin ka kjo, filloj kjo prap duke bë llafe. Po normale që do bëja llafe, se ti shkon, shef portofolin bosh, të ka marrë lekët, merr kartën e bankës, detyrimisht që do bëja llafe. Por për mamin isha unë gabimi. Sa vjet keni ndenjur martuar ju? Ne kemi ndenjur 15 vite bashk. 15. Dhe tani kemi një vit që jemi në proces divorci. Okej, dhe me Vjerën ke jetuar? Po, kam jetuar fillimisht me Vjerën dhe Vjerin, pastaj kemi ndarë, kemi marrë shtëpinë tonë. Sa vite ke jetuar me Vjerën? Gati 3 vite. Okej, pasi morë shtëpinë tënd, Vjera kishte pranë ndikim, pra si e ndjeje ti këtë ajrin e Vjerës? Kishte ndikim. E ndjeja shumë. Ndjeje shumë. Shumë fare. Që në fillim gjithmonë ndikonte tek im shoq kundër meje. Edhe sot e kësaj dite nuk kam arritur ta kuptoj pse s'm ka dashur kurrë ajo grua, sepse pavarësisht çdo gjë që bënte, çdo gjë që fliste mbas shpinës time, nuk e kam thënë kurrë. Kam bërë sikur s'kam dëgjuar, sikur s'kam parë, e kam respektuar. Sa herë më jepi mundësia për festa, për ditëlindje, gjithmonë i bëja dhurata. Dhe nuk më ka dash kurrë, nuk e di pse. Gjithmonë fliste kundër meje, duke ditur shumë mirë që fajet i kishte djali i saj, sulmonte mua në vend që sulmonte djalin e saj. Kuptoj. Edhe kur isha në shtëpinë time, ajo vinte, ndërkohë që unë punoja, vinte që rinte me fëmijët e mi, i fuste një kontroll shtëpis, një skaner komplet. Shifte e pastaj dëgjoja fjalët që më thoshin njerëzit që thoshte nusja ime e ka frigoriferin bosh sepse ka mendjen që të blej rroba. Të hapësh dollapët e saj nuk numërohen palltot. Nëse nuk e di pse kishte këtë fiksim me mua, unë nuk është se kam mbajtur ndonjëherë veten për ndonjë që vishe të mbajt kush e di, po më pëlqen ta mbaj veten, kujdesem për veten, po jo sa egzageron Vjera ime që unë të lë fëmijët pa ngrënë, të mbaj frigoriferin bosh, edhe të vishe. Çka ka qenë i moment vërtet ka prekur ty nga Vjera, nga sjellja e Vjerës? Kur i biri, djali i saj, ishte shumë problematik. Krijonte gjithmonë situata të rënda. Dhe kur bëhej fjalë për mua, ndërkohë që unë ankohesha, shiko se më bëri këtë, bëri atë, ishte edhe i dhunshëm. Do me thëmë, për Vjerën time nuk ishte asnjë problem. Gjëra kalimtare, kush e di ç'a bëri ai. Ai edhe, ose edhe kur luante që linte shumë të mëdha, për flasim për miliona. Me se për njerëzit janë hapur këto vende, nuk janë hapur për kafshët, për njerëzit. E tek e fundit nëse luajti, lekët e tij prishi. Ç'a problemi keti? Ama kur ziheshin me njëri tjetrin, qofte edhe një fjalë ti thoshte ai, fillon të duke telefonuar të gjithë, e duke e sharë, ai djali im është maskara, ai është ndërsirë, si guxoj ai të më thoj mua kështu, ashtu, më trajtoj kështu. Kur bëj fjalë tek nusja, që asgjë s'ka. Kur i thosha, moj, shiko se ai të vret,
ai është i dhunshëm, më bëri këtë, më bëri atë. Me si s'bën ashtu gjëra, është ai. Më thotë kjo më prekte. Kjo më prekte shumë. Komplet, po. Absolutisht, dhe të mendosh që është një grua që ka provuar veç do të dhunë. Se as ajo nuk shkon mirë me të shoqin. Ti ke fare që djali im lozbigjoz, thoshte, sepse mbase ti do që ai të fitoj lek, edhe të blij një shtëpi tjetër, të ikni larg nga neve, se ndoshta s'u pëlqen të rish me neve. Ndërkohë që historitë e bigjoz e djalit të saj, para se ta njihja unë, kishin qenë akoma më të rëndë. Ai kështu ka qenë gjithmonë, sepse ai nuk di të luaj me pak lek, me 500, 1000 euro, ai di të luaj rëndshëm. Kuptoj. Ju bëhet fjalë për miliona euro të hedhura dëm. Është një moment që ke treguar Ilonës edhe për në një situatë në ambulancë, në spital. Nga gjithë problemet që kam pas me tim shoq, ishte një periudhë që fillova të ndjesha keq. Që përfundova në spital, ishte probleme me zemrën, e ndërkohë që mjekët ishin të shqetësuar për zemrën time, sepse dyshoja për një infarkt, vjera ime i thoshte të diterit që kush e di tani se sa lek do doj spitali për atë. Me të një situatë që personi që e kishte dëgjuar kishte ma shpifi. Ti ishe në rrezik infarkti dhe ajo tha, o bobo tani tha do harxojmë lek. Po, nuk e di si ishte kaq e fiksuar me lekët, sepse ishin familje që ishin mirë ekonomikisht, nuk është se vuarin për lek. Nuk ishte një grua që ishte shumë e fiksuar pas lekut. Ndoshta sepse nuk ka pasur kur lek në përduar, sepse siç thash me shoqin nuk shkon mirë dhe ai nuk i lë kur lek asaj. Çfarë të shtyu të merrje vendimin, sepse me sa kuptoj unë, me sa the ti që ti ashtu e ke njohur burrin me Bixhozçi, nëse mund ta them këtë. Pra të varur nga Bixhozi, ashtu e ke njohur, ashtu pas ka qenë ai, që para se të njiheshe. Ai ka qenë para se të njiheshim, por që unë mora vesh më vonë, pasi u martuam. Po ta kisha ditur, edhe djali më perfekt ishte, sikur mos i kishte gjithë veset e tjera, dhe ai nuk kishin për të qenë kur bashkë. Po çfarë të shtyu, që ishte momenti i fundi që të shtyu të merri këtë hap të divorcit? Ishte i dhunshëm. Dhuna. Ishte i dhunshëm, se duke luajtur bigjoz, duke humbur shumë të mëdha parash, bëhej agresiv. Pastaj nuk kishte i zoti për ta bërë krenar familjen e tij, duke pasur veset që kishte. E vetmja mënyrë që ishte të bënte krenar familjen e tij ishte kjo, duke i ngjarë babait vet, duke që na i burri, unë jam burri, donte tregonte burrin, edhe ishte i dhunshëm shumë. Si e priti divorcin, Vjera? Unë shkatrova familjen. Ndërkohë që unë natën që ika nga shtëpia, më desh lajmëra policin, sepse mund të mbristat natë, kam ikë me policin nga shtëpia. Por unë shkatrova familjen sipas vjerës time, sepse janë femrat ato që nuk durojnë. Ja, unë që më gjeti mua, një jetë të tërë, unë ti e shef burrin tim se si bën. Tek e fundit, ama jam krenare, sepse unë nuk i lash fëmijët e mi rrugës. I rrita me nënën, me babën. Kështu që Jo, rrugës i lajo, i lan kazino, po s'ka problem. Tani ti ke ikur me 3 fëmijët e tu? Me 3 fëmijët e mi, po, kemi ikur. Dhe je në urdhër mbrojtja? Po. Në të njëjtin vend apo në qytet tjetër? Jemi goxha larg nga ata tani. Po, dakor se ti je në urdhër mbrojtje dhe ndoshta s'ke kontakte, po fëmijët vazhdojnë kontaktojnë me nënën, me babain? Jo, me asnjë. Jo, me asnjë. Sepse fëmijët u morën në pyetje nga gjykatësi. Edhe i treguan atyre çdo gjë, çfarë kanë parë, çfarë kanë dëgjuar. Dhe absolutisht i kanë hequr kujdestarin. Duke qenë se historitë janë që flasin për Vjerën, edhe ti thua që unë i sillesha mirë, kjo ishte dhe histori e kaluar, një vajzë që tha unë sillesha mirë, po mundosh ta respektosh, ajo e kishte vajza para, tha edhe unë mundosh ta respektoja, ta ftoja në evente intime, ndërkohë ti thua që ti bëja dhuratë. Unë kam një pyetje tjetër, sepse është vetëm ana juaj. Ti ndjen ndonjë lloj përgjegjësie në atë marrëdhënie me maman e bashkëshortit tënd? Ke ndjer ndonjëherë diçka ku ti thua që mund të ta kisha bërë më mirë? Absolutisht, ja, duhet kisha bërë shumë më pak.
Vërtet duhet kisha bërë shumë më pak. Shumë është minjose. Pastaj bëjtë diferencë, se ne jemi 3 kunata, njëra kunata e madhe jeton në Amerikë, është largë, kështu që shef punët e veta, vjen shumë rrallë në Shqipëri. Kam një kunat tjetër që jetoj më afër, kunata tjetër as e konsideron atë, po fare ama. Madje kur shkon për vizitë tek shtëpia e kunatës, ajo e ligji ditën vetëm, vjen vërtet bën xhiro nëpër qytet, më mistri vetëm të mërzitet dhe mas e shporret në Shqipëri thot. Kur vjera ime fliste, kërkonte të bënte ndonjë muhabet, në gjë linte të fol, ikte në dhomë, i përgjigje gjithmonë keq. Ama vjerën time nuk e kam dëgjuar. Po. Dhe më ka bërë shumë përshtypje. Edhe unë nuk e kam dëgjuar njëherë vjerën tim të flasi keq për atë. Kurse për mua, sinqerisht, nuk arrit ta kuptoj pse. Ja ta thot Jona sepse Jona sapo i tha dhe historisë së kaluar të njëjtën gjë që po të ishe indiferente, tha, ndoshta do sillej ndryshe. Po si është e mundur kjo, sepse janë këto vajza për shembull të rritura me idenë që të sillesh mirë ndaj tjetrit, ta respektosh, është nëna e bashkëshortit, është grua në moshë. Edhe ajo e shfrytëzon këtë lloj mirësie. Pse ndodh kjo? E ushqen ato nevojën e saj për vëmendje. Edhe normalisht do sjellja përforcohet. Nëse ka vënë re detaje tek bona, për shembull si në rastin e parë që janë disa vajza të rritura nga një familje e qetë, nuk i kanë ato mekanizmat ose mjetet nga familja e tyre që të jetë përgatitura për këto situatash, atëherë ato mendojnë se gjejnë të njëjtin terren familjar, siç e kanë kaluar në familjen e tyre edhe në këtë që po gjejnë. Dhe në këto kushte, këto vjera më duket sikur po i akuzojmë të gjitha, por në fakt ka tipologji njerëzish të cilët e përdorin këtë situatë dhe aty e shfrytëzojnë, pra shkarkojnë të gjitha të mllëfin e tyre. Duket një situatë shumë e padrejtë njëherë së pari kundrejt djalit të tyre, që ja kultivojnë atë sjelljen e varësisë, e mbështesin praktikisht dhe vuajnë bashkë me të, por edhe akuzojnë edhe partnerin e tij, në këtë rast bonën. Ai mos do ta heqë atë ndjenjën e përgjegjësisë nga vetja të fajt. Patjetër që po. Është një kalim. Po, sepse thoshte gjithmonë vjera ime që një nuse e mirë e ndryshon burrin. Dhe fakti që ti nuk e ke ndryshuar burrin do të thotë që se ke bërë mirë punën tënde. Do me thënë, vjera ime do ta edukonte këtë djalin një 30 vjet që nuk e bëri. Bona, një nënë e mirë duhet ta ndihmojë djalin e saj për të mos e mbështetur. Dhe për këtë vjeni natë me veten, asnjëherë nuk e kam përballur. Domethënë ka pas shumë gjëra që shumë fjalë që ajo thoshte që më vrisnin, po asnjëherë nuk e merr akuzim se thosha nëse unë me këtë përballem, zihem, ndoshta do më shpifet pastaj si njëri si mund të rriun më në një tavolinë me këtë grua, thosha. Edhe shpija gjithmonë këtë pjesë. Nuk mundesh sepse nga kishe partnerin që nuk ishte dakord me ty, dhe nuk kishe luksin, nëse mund ta them kështu, të krijoj armiq të tjerë në shtëpi. Për këtë ndoshta mund ta kesh menduar që ti ruash balancat një pjesë. Por edhe kur isha larg, që nuk është se përbënte më problem për mua ajo, prap kur gjëja fjalët që fliste që pa arsye drejt që e marr. Nuk i kam bërë kur një gjë të keqe kësaj grue, nuk jam përgjigjur kur keq. Realisht sa më beso që kam arritur re fjalën vjerë, kur gjë në një që jeton me vjerën, shkreta them. Sinqerisht më ka marrë fobi nga vjera tani. Duket si gjëja më e keqe në botë, edhe pse një ditë e mbet vjerë, kam 2 djem. Jam interesuar pak të di nëse familja jote të ka mbështetur. Patjetër. Në çdo gjë i kam në krah. Ata janë ballafaquar me vjerën tënde, apo nuk e ke treguar, nuk e ke kërkuar këtë? Ata kanë marrë vesh çdo gjë pasi që unë jam larguar nga një shoq. Deri në atë moment nuk kam dashur të mërzit, sepse unë vi nga një familje e qetë, jemi gjithë bashkuar dhe doja që këtë gjë të kishte edhe ai. Mundosha gjithmonë ta bashkoja me njerëzit e tij derisa arrita i bashkova të gjithë kundër meje. Sepse pasi që i ka, tash jam unë e keqja. Tani jam për gjithë kundër meje. A ke kërkuar ndonjëherë aleancë me vjerën për ta mbështetur partnerin tënd të dilte nga kjo situatë? Po nuk është se kishin ndonjë marrëdhënie kush e di ata njëri me tjetrin. Domethënë vjera ime kur bëhej fjalë për
për situatën me partnerin tim, gjithmonë kërkonte të fuste të tjerët. Mos të drejtë e emri saj. Fliste ndonjëherë merrte prindrit e mi dhe ju ankohej atyre që në mënyrë që babi im të zihej me tim shojt, të kërkonte llogari që pse ti sillesh kështu, sepse vetë ajo nuk e kishte guximin që të përballej me të birin. Domethënë nuk donte dilte ajo nënë e keqe. Ose më thoshte mua, ik me lëre një ca ditit, shikojmë çfarë do bëj vetëm ai. Po kjo kur zihej ajo me atë, se kur zihej ai me mua nuk kishte gjë. Donte ta ndëshkonte kur zihej ajo me atë. Historia jote është ajo triada vjera kontrolluese, partneri abuziv edhe nusja që është viktime e gjithë situatës. Edhe është një gjë e përsëritshme dhe gjetshme shumë kollaj akoma në Shqipëri dhe jashtë. Kjo është pikërisht ato rastet kur vlen fjala e prindërve që shifi familjen. Sado që dashuria ndonjëherë realisht funksionon edhe kjo ti shohësh familjen, sepse me sa po kuptoj ajo është familje që i ka bërë dëmet e veta para se të hynte nusja, qoftë bixhozi, dhuna, ka shumë gjëra aty brenda. Marrëdhënia e tyre, ja si tha u vun kundër meje për tu sqaruar. Pra është një familje që nuk ka qenë e prirur të rregullonte, të përmirësonte asgjë, por vetëm të fajsonte dikë tjetër. Dhe këto janë për mua familjet që gjejnë fajtorin diku tjetër, ose çdo lloj njeriu, edhe po e them seriozisht, njerëzit që kërkojnë fajin diku tjetër për mua është prerja më e keqe. Një nga prerjet më problematike, se fjala e keqe s'më pëlqen, e një njeriu. Unë gjithmonë personalisht kam pas problem dhe them njerëz që nuk e ndihmojnë dot veten. Dhe këto familje që kërkojnë fajin, pra, që fajtore është nusja, fajtore është burri, janë raste caso perdute, raste të pashpresa. Atje nuk flitej, atje nuk kishte bashkëbisedim. Atje kishte kush është më i fortë do komandoj. Kaq. Unë jam burri, do bëhet si themun më tije, kontrolli për të fshehur dështimet e tyre, kështu role playing, si quhet. Po pra, po. Marrim një rol të dukemi, t'japim rëndësi vetes, kur ndërkohë ai kishte një varësi. Po se shikonte ai që ishte i mbaruar nga të gjitha anët, nga vërsitë që kishte, dhe kërkonte të merrte me forcë respektin e kishte. Po nuk e di çfarë mendonte në mendjen e tij. Jo, po unë jam burri, po mirë, ti je burri, s'po ta merr njëri statusin, është joti. Thjesht sillu si duhet, kaq. Shiko, ai është edhe në një, meqense the ka humbur miliona, është pastaj kjo është një temë tjetër që ne do të trajtojmë, se na kanë kërkuar shumë edhe këtë temë, të temës së varësisë ndaj drogës dhe bixhozit kryesisht, që është një plagë e madhe. Ka ndikim familja tek varësia apo është e trashëguar? Si çdo shqetësim, çdo çrregullim psikoemocional ka një bazë të jetës, pra jetës që jeton personi, dhe nga aty mund të përforcojnë dhe lindin problemet, por që ka dhe një predispozit të trashëgueshme, por ka një impakt vogël. Rëndësi më të madhe e merr ajo që kalon personi, si e ballafaqon, si e mbështet mjedisi, në këtë rast po shikon që familja ka pasur mundësi ekonomike dhe kanë sepse kjo gjë që më tregon me të drejtën tek djemt e mi, që të bëhen si aty bixhozi apo që të bëhen të dhunshëm, gjithmonë mundohem të edukoj, të them shiko se vajzat nuk preken. Dhe kjo është një ndër arsyet kryesore që mua më shtyu tikja, sepse nuk dua që vajza ime të duroj dhunën, të uli kokën, të bëhet. Nuk dua që unë duroj 15 vite, nuk dua që ajo të duroj as 15 sekonda. Atë që kam përjetuar unë dhe ajo bashkë me mua dhe 2 vëllezërit e saj. Lajmi mirë është që ti mori vendimin. Ajo pa një nën që mori vendimin të ikë, se e ka marrë sinjalin, leksionin e parë mori. Në fakt edhe unë këtu do thoya që gjëja më pozitive në gjithë historinë e Bonës është fakti që është larguar nga ai vend. Nuk e dia, e ndjen ndryshimin të. Po pra, si e tani kështu shpirtërisht? Jam më qetë, normalisht, sepse kur isha atje isha usëmura, sinqerisht usëmura. Isha shumë keq, humbisja ndjenjat, nuk kisha në gjendje të qetëria në këmbë. Rresht kam që shumë sëmur. Tani po e marr veten, nuk mund të them që jam 100% mirë, sepse shqetësimet sa do janë është ardhmja, mendo këtë, mendo atë, fëmijët, puna, është shumë e vështirë t'ja dalësh vetëm. Momentalisht më ndodhem në një strukturë, por që të dalë që këtu e kam shumë vështirë. Dhe vetëm kjo është gjë që më shqetëson. A mund të pyes se si janë fëmijët, si shikon ata?
Momentalisht janë më të qetë. Në momentin që jemi larguar nga shtëpia, kishin atake paniku, si vajza, si djemt. Në moment që jemi larguar nga shtëpia, aty e kuptova sa shumë e kishin përjetuar situatën. Fëmijët i shoh më të qetë, shkojnë në shkollë, kanë bërmisi, i shojnë në përkurse që të argëtohen, dalim, vizitojmë dhe qytete tjera, her pas here marr trenin, shkojmë, vizitojmë këto vendet e bukura këtu ku jetojmë. Po bëjmë gjëra që ne dikur nuk i kemi bërë më përpara. Imagjinoj që nuk kishim shkuar asnjëherë në cinema, nuk na nxirrte. Edhe i shoh goxha më ndryshe fëmijët dhe kjo gjë më bën të ndihem mirë. Prandaj po e themi që ke bërë gjën më të mirë edhe ky është paktën një nga sinjale më pozitive, më të shëndetshme që ti ke ndërmarrë. Shiko, gjithsesi prapë e tha edhe jo, në lajm i mirë që ti si e mën atë histori. Kjo është një histori e shkuar. Ke nxjerrë mësimet e tua, nuk besoj tash je në momentin që mendon për martesë tjetër, kështu që sa mësime për momentin nuk të duhet fare se s'të duhet t'i aplikosh. Një gjë që dua tani është të rregulloj jetën time, të kam nevojë që të gjej një punë të mirë, duhet të jap ca provime që të bëj konvertimin e diplomës që të shkollës që kam bërë në Shqipëri. Me këtë punë që po bëj aktualisht, më mundohet kursej ca para, bleva një makinë, edhe thjesht gjëja që dua është sistemoj jetën time, të jem unë, fëmijët e mi, të bëjmë atë jetën e qetë, po gjithashtu kam nevojë të gjej paqe, sepse akoma nuk e kam gjetur brenda vetes. Thonë që të fali, se të falësh bën mirë, po ose nuk jam unë gati, ose nuk arrita kuptoj këtë gjë, sepse që mund të falu njeri që ma ka bëj jetën ferë. Kur ti e di që është djali jot ai që ka fajin, pse shtyn akoma kundër nuses? Mbaroj çdo gjë tani. E dinte shumë mirë çfarë ndodhi atë natë, unika, fajin e ka djali jot. Po kërkon logjik në diçka që mendoj të paktën për aq sa dëgjuam, nuk është se vura re momente kur ti mund të lidhesh me vjerën një diskutim që ai të kuptoj. Pra dhe këto mendime që i ke tani, këto pikpyetje që i ke tani, mendoj se nuk ja vlen, ndoshta. Ndoshta sepse është njëri që kur nuk ka kuptuar dhe nuk e di pse kërkoj gjë logjik në këtë gjë. E di. Shiko, Bona, ti the fjalën falje. Kështu kam menduar dhe unë deri para ca vitesh që duhet patjetër ti falesh. Unë nuk besoj që nëse si gati të falësh. Falja është diçka që edhe skepse ta të bësh. Ti mund ta gjesh paqen tënde dhe pa e falur me tjetër, thjesht merresh me veten edhe injorimi i situatës gradualisht tash ai është dhe babai fëmijëve të tjera, nuk do jetë kaq kollaj. Nuk e di, mua kjo falja më duket e mbi vlerësuar që patjetër duhet falësh tjetrin. Falja bëhet më pëlqen shumë ajo një dhuratë për veten. Pra nëse ty të gryen me kalimin e kohës, fillon dhe i fal njerëzit, fillon dhe i fal veten, sa dalim vetë tek faji vetes. Po në këtë moment mendoj se Bona nuk është prioritet të fal. Po se e ka kështu si, unë nuk e di, e kishte si merak se s'po fal. Sepse vazhdon pajisimi vetes. Po të vjen vet ajo falja, në momentin që ty s'te intereson më. Të vjen dhe natyrisht. Të kalon, domethënë Bona do të vi vet pjesa e faljes. Siç thot ai John Lennon, life happens, gjërat ndodhin thot kur ti je duke bërë plane. Kështu që jeta jote do të ndodh vet ajo gjëja që do kesh harruar. Kur harron, fal. E kam falur varjas, e kisha harruar, më vjen keq, ajo vjera ishte po. Mjafton të fokusosh të gjesh qetësinë tënde, të bësh ato gjërat që do se ti je gocë fort, padyshim. Kjo situatë jep dhe më shumë krah për të marrë me shkollimin, me kalamatja më në paqe dhe ke ato nën kujdes, pastaj në atë që dëgjova, Bona për herë të parë po jeton për veten dhe për fëmijët, po jep atyre mundësi që si kanë jetuar më përpara, edhe më të vërtetë unë nuk e di se si ja bëjnë në këtë moment ku ti je në një vend social, nuk e ke akoma ambientin tënd dhe sërish gjen hapësira për të përmbushur ca gjëra që kinemaja thoshte. Me të vërtetë më ndihem jashtëzakonshme këto histori që na tregojnë. Është e formë, është të jesh dhe në vend tuaj edhe me 3 fëmijë. Edhe ke kaluar të dhune çdo gjë, edhe fëmijët ta kenë parë dhunën, e ta kenë pranuar dhunën policia, edhe ti pas ankth. Dhe tash Bona ty bravo të qoftë, duhet falenderosh veten tënde çdo ditë. Thjesht të bie situata dhe duhet ta përballësh, nuk ka zgjidhje tjetër.
thjesht të shkosh para, kaq. Po pra, ti zgjodhe të shkosh para, se të bie Kur kam situata, pas një natën që unë jam larguar nga shtëpia, frikën e tyre, në atë moment thash nuk ka kthim mbrapa. Thjesht fytyrat e tyre, do me thënë natë, kur i kam pa fytyrat e tyre, thash, jo, direkt lemrova policinë dhe thash, nuk kam më kthim. Çdo që të ndodhi, unë nuk kthehem më mbrapsht. Mona tani je në fillimet e një faze të re, kështu që ajo faza sa të sheshohen gjërat, sa të rregullohet vajoset motori një rrugë të re që je futur, kështu që ka gjërat e veta, tronditjet e veta, por unë vetëm do të sugjeroja që mos merresh shumë me pyetje apo dhe atë që të tha Jona, mos merresh me analiza. E kemi thënë, e themi shpesh herë këtu, ka shumë njerëz që na telefonojnë dhe tentojnë dhe i kanë kuptuar shumë mirë se kush është X apo Y në familjen e tyre, që vjera, prindi apo bashkëshorti, vllai, motra, sepse situatat janë të ndryshme. Dhe mbasi e di kush është, mbasi po gjej një zgjidhje, i kthejmë prapë analizës, po si e bëri, si i tha kështu, që më tha mua, sa më pak, tani unë them që është në paket, e more vesh se në çfarë pakete ka ardhur vjera jote, e more vesh se çfarë pakete ka ardhur familja e burrit tënd dhe burri yt, tash brenda asaj pakete si ke të gjitha këto. Tani po ti sqarojmë, ajo pra është, ajo si të duash ti kthe mbrapsht parç, bëj çfarë të duash, ajo është ashtu siç është, nuk ja vlen tu më shko me analiza. Natyrisht do kohë të pastrosh edhe një çik edhe të gjesh paqen, që është okay. Po këto gëzimet e vogla që ke, këto mba, këtë marrëdhënie me fëmijët, këtë vullnetin që ke për të ecur përpara, për të bërë një shkollë, këtu përqendro. Do thoj që Bona i ka vendosur prioritetet e saj, domethënë ka vendosur pjesën e arsimimit që po e çon deri në fund, pjesën e shëndetshme të krijimit të ambientit të shëndetshëm të familjes së saj, ndoshta edhe diçka tjetër që nuk e dëgjuam, por mbajtja e këtyre prioriteteve do jenë synimet që ajo paktën të ketë një drejtim, të mos lëkundet nga çfarë mund të dëgjoj së jashtmi, nga njerëzit apo nga situata që mund të krijojë ish partneri tashmë. Përse si ka sa duash, po kthim mbrapa jo. Unë shoh edhe gocat që kam njohur këtu, më tregojnë historitë e tyre që kanë falur një herë, dy herë, tre herë, edhe si përfundim ata nuk kanë ndryshuar. Kështu që plus e di, edhe imi ditë e para kur largova, po më fal, kërkonte falje 20.000, unë gabova. Pasi e kuptoj që unë s'kisha në plan të kthesha në shtëpi, filloj kërcënime, sharje, ofendime dhe në rrjetet sociale, në 3 fëmijëve. Është turp. Tash ai përderisa ka lënë gjatë lek Bixhozën. Është të thash është paketa tash mos u merr me detajet. Turp është, po që fillim që dhuna Bixhozi, fakti që është baba, ka 3 kalamaj për tritur e tjerë. Nëse faleminderit shumë Boja dhe erdhe me dhimbjet e të kaluarës tënde, po përfundove një frymëzim, një rast frymëzimi, kështu që bravo të qoftë. Edhe jepi para. Faleminderit. Një gjë që do ta cekja pak të marrëdhënia vjerë nuse, që nuk ka vjerë dhëndër shumë, vjehër dhëndër. Pra nuk dëgjon histori që dhëndri thot vjeri, mund të kenë ndodhur, po nuk e para njerë meshkut e dim që nuk shu hapen për të histori. Por pse është kaq e fortë kjo e grave? Grave sepse shkojnë në shtëpinë e tyre dhe kanë më shumë fuqi. Edhe konkurenca normalisht. Konkurenca, po, konkurenca femërore është ndoshta nga më të ashprat që mund të jetë. Ajo do i lë vendin dhe dikujt tjetër, nuk e kanë të lehtë të ikin nga vëmendja e djalit të tyre. Mendoj se kjo është një problem. Nuk është një diçka që ndodh të gjithë vjerave dhe nuseve. Por ka tek disa, por është pak e përhapur. Prandaj edhe na duket sikur është ndodh tek të gjithë. Ka shumë vjera të mira, të cilat din ta ruajnë limitin me familjen, pra i lën. Ato janë prindër, edhe duke qenë të ndarë. Sepse të mendojnë që tani që është një çift i ri, ka përfunduar të qenit prind. Është prind në formë tjetër. T'ja lë çifti tashmë atë vendin e shenjtë. Unë mendoj se është një vend i shenjtë krijimi një marrëdhënie të re dhe aty nuk mund të futet askush. Shikoj, ne kishim 2 histori ekstreme, me thënë të drejtën, po ka dhe histori jo ekstreme fare që mund të jenë shumë normale, ka dhe histori që njerëzish të qytetruar, të mirë, pa magjira, pa tymra, ku diun, pa dhunë, që mund të jenë të sjellshme shumë,
Por nëse do jetonin bashkë, ndoshta do ndryshonte historia. Prindrit e çiftit, të cilët ndërhyjnë në zgjedhjet ose vendimet më të rëndësishme. Për shembull, ku ta merrni shtëpinë, merrni afër ne që të jemi afër, si do ta dekoroni shtëpinë brenda. Domethënë ndërhyjnë edhe në gjëra të cilat mendoj unë duken në duke të parë më të parëndësishme se këto që dëgjuam, por ka një ndikim